Po, krenare, momentalisht ndodhem në fshatin Revuq të komunës së Podujevës, një fshat shumë i mirë me një pamje të mrekullueshme piktoreske. Mirë po, fshati Revuq ka edhe një ikon të tij, ka një personazh i cili identifikohet, e që është Zoti Bejtush, i cili çdo punë që e bën e kryen me kalin e tij, kështu që edhe kur shkon në qytet, edhe kur shkon për të votuar, edhe gjitha punët i kryen me të. Unë e kam këtu pranë vetes, Zoti Bejtush, faleminderit shumë për kohën. Atëherë në trego, a ke votu, a halo? Jo, që tash pregaditëm, shkoj me kali me votu. Ma, dej ka gjysa ditës edhe këthejëm. Po. Shëtit në pak. Shëtitësh. Më trego, që ka emrin kali? Baleshe ko, se koj baleshe që të me kime mba në rishë. Po shihet që e don shumë kalin, sepse edhe me shumë detaje, ke rregullu, e ke bërë shumë të bukur. Më trego, cilat punë tjera i kryen me kali? Pak, kjo ka një pajton e kom pru për Zhvitrës, në pensioner i Zhvitrës. Një farë pajtoni, i marrë të pangjit, edhe në festa komtare dhe fetare, shkoj edhe në Prishtinë për pambarësi, edhe në Podujevë, edhe Katunëve ka pak shtu. Me punu, jo, e kom një qezi, thumë, na që kja që është në kali, edhe në shpinë hipi ka erdhe, hipin njerëz vinë, në vesë jo pregaditim edhe jo dho, që ashtu, une, porës marë kur gjuhisës, që më në vajtarë. Vesh kom qef pak se jena popull i mërzit që mas lufte, pak me trauma, e pak këtë tradit është e junja, e vjetër këto se kanë kërkush, se këgja kolim gjerë problem se është i gjallë, duhet kërën dhe që lena koli duhet me shërbyje. Që so vite më banë këtë kali? Muaj që një 7 vjetë, për që më donë penzi. A keni kështu si tradit, ku do që shkojsh edhe për të votu edhe krejt i kryen me kali, shkon me kali shëtitër? Kuni vogël nona më ka thonë, ki me pos një atë, e ma livdoj ka atër ma ka milë, si kur filmin vizatuës. E kur më ka orë shanca që më do në pushim, e kom marë, s'kom ditë, në vëllik së taksiste këtu, si më konë veç musme nejt, e pak jëm i knasën shumë edhe këm lidhë, e kom lonë gruën Zhvitër e thmine, jëm ikë që një javë marë. Se ma shumë rritu shpija unë shumë. Më trego, jetoni këtë fshat, është një fshat shumë i bukur, çka ka të veçantë fshati Revuq? Ka ajrin e ka, ma të mirin. Këm pas një ide, kërdi plak që pëm pot gujnë për më shkni. Edhe pej që ati hetë, tha, si më hinë fund shatet, i kom përdur njëra ato që 6 orë, tha, jem të pritu, mos kom nevoj, tha, me pëm pot atë pumpën, tha, pas ka ajrin e mirë, edhe është që ashtu është gjelbrem, është ka shumë natyrën e ka të mirë. Zoti Bejtush, ju pak më herët e veshën kombëtare tradicionale për më shku me votu. Pse bëni një gjë tillë? Pse na jem të veçantë, këtë tradit nuk e ka asnjë popull. As muzikën të smyrë e bojna me 2 tela, i gëzojmë krejt 2 janë. Jo, mujmë krejt 2 jes. Unë qështu shkoj për aeroportën në Zvicër, për sene traditës nuk po na ngucin. Kështu po, shoqja ka isha mi ato peshtirë në kabinat e pe kontrollojnë. Mirë, Zoti Bejtush, po të falenderoj shumë për kohën. Kisha pas qef që bashkë me juve, me hip në pajton, ashtu si që i thatë edhe ju, sepse po kam dëshirë edhe me provu, edhe me bo një hecë që kënej me kali. O bo, falenderis. A hypim? Hip, po këm që i do ikun të kutirë. Okej. A një hecë ka problem. Hecë ka problem. Unë vej grohaj që shtu përdu. Okej, unë po rri këto pra. Unë të rri që aty, unë qitonë për dalë si me... U bo. Ti deli të thonë. Deri të kjeri. Deri të kjeri. Hajde. Kështu që ju kësha propozu gjitha ata që kanë ofër fshatin Revuq, më ardhe dhe me provu më ullë këtu në pajton, mi shiju edhe pamjet e mrekullueshme të fshatit Revuq. Pas pak, Zoti Bejtush...
fshatit Kërpime, votojnë edhe 2-3 fshatra të tjerë, kështu që edhe zotriun Bejtush Halimin e kemi përcjellur gjatë të rrugës me kalin nga fshati Revuq deri tek fshati Kërpime dhe ka ardhur me votu. Pas pak do t'ju sjellim edhe pamje të drejtë për drejta të zotit Bejtush, i cili pasi ta lër kalin diku këtu në oborrin e qendrës, do të shkoj edhe do të votoj. Allah razı olsun. Përderisa edhe zoti Bejtush po përshëndetet me ata që po i njeh, ne do ta përcjellim për në qendrën e votimit Hamid Sejdiu në fshatin Kërpime. Në këtë qendër, thashë edhe më herët që përveç fshatit Kërpime votojnë edhe banorët e fshatrave përreth. Njëri ndërtash edhe fshati Revuq nga vjen edhe zoti Bejtush. Ashtu si që thamë edhe më herët, zoti Bejtush e ka traditë që sa ardh vjen të votoj, veshet me veshje kombëtare, si dhe bashkë me kalin e tij vjen për të votuar. Ne bashkë me gramosin do ta përcjellim për në qendër dhe do t'ju sjellim pamje të drejtë për drejta përderisa zoti Bejtush voton. E pam edhe rrugës që ka një respekt të veçantë nga të gjithë ata që i njohin. Zoti Bejtush tashmë po hyn edhe në vend votimin ku edhe ka të drejtën e votës. Procedura të rregullta gjatë procesit zgjedhor. Tashmë po i marrin edhe dhënat e zotit Bejtush. Pas pak, ai votën e tij do të hedhë në kutinë e votimit. Edhe njëherë jemi drejt për drejt nga qendra e votimit Hamid Sejdiu në fshatin Kërpime. Qendër këtë në të cilën përveç banorëve të fshatit votojnë edhe banorë të fshatrave përreth.
Pas pak, zoti Bejtosh Halimi do të hedh edhe votën e tij në kutinë e votimit. Tashmë po e sheni. Pothuajse është në përfundim. Tashmë edhe zoti Bejtosh Halimi e përfundoi, e dha votën e tij, ku duhet të theksojmë që në garë për PD-ven janë 2 kandidat. Pas kësaj, zoti Bejtosh Halimi do të marrë kalin e tij, edhe ashtu siç më tha më herët, do të marrë kalin e tij dhe do të shkojë për në shëtitje në qytetin e Podujevës. Zoti Bejtosh, ju vetë se e dhatë votën e juj, çka presni për këtyre zgjedhjeve? Ma përmirësim se për parën që ke. Se na nashtaj shole, a shkojmë të mlidh men, të vetisue, se pak jenë ngarku populli u priti hajrë. Edhe ka me konë hish pa shybe. Zoti Bejtosh, po të falenderoj shumë për i krejt kohën që na ke kushtu, ju falenderoj shumë, ju uroj shumë shëndet. Faleminderit për jush, faleminderit për jush. Faleminderit shumë. Atëherë ishte Bejtosh Halimi, ku e përcjellëm nga shtëpia e tij deri tek qendra e votimit këtu Hamit Sejdiu në fshatin Kërpime. Krenari Dibran, kaq nga kjo lidhje drejt për drejt, ne do të shihemi sërish më vonë nga Podujeva dhe fshatrat përreth për t'ju sjellur edhe informacionet edhe nga qendrat e tjera të votimit. Vlora, faleminderit shumë për këtë paraqitje mjaft interesante e që ka zgju kureshtje edhe në rrjetet sociale, ku është duke shkuar edhe transmetimi i emisionit drejt për drejt në Facebook. Është shumë interesant kjo video dhe interesimi për të, pra ishte zotëria që kishte emrin Bejtosh, i cili përfundoi dhe kishte zgjatur rruga bajagishëm nga fshati Revuq në Kërpime. Unë i kam ra disa herë në ato zonë, është bajagi larg, por krenare kështu unë vëti gadal po e përfundojmë. Energia pozitive jeton me kohë.